Ikja e muslimanëve për Medinë i zemroj i dhujtarët Mekës. I zemroj sepse ata tash kishin frikë se duke shkuar në Medinë ata do të bashkoheshin me muslimanët atje dhe do të forcoheshin. Edhe ekonomikisht, po do të forcoheshin edhe ushtarakisht dhe një ditë do t'ja mësynin Mekës edhe do t'i mundin i dhujtarët këtu. Prandaj e patën këtë zemrim të jetë madhë dhe përsëri u mlodhen. U mlodhen dhe banë kuvend se si t'ja bëjmë. U folë se Muhamedi a.s. dhe Ebu Bekri edhe Aliu gjindën në Mekë. Një plak aty tha se e vetmja rrugë për me zhduk islamin është ta zhdukim nga rënja. Jo nga degët, por nga rënja. I kemi munduar muslimanët, i kemi rrahur deri për vdekje dhe nuk kanë hek dorë nga islami. Mirë po tash duhet t'i zhdukim nga rënja dhe qëllimi kryesor është ta vrasim Muhamedin. Të gjithë dur trokitën. I dur trokitën plakut dhe thanë pajtohemi me ty se me vrasjen e Muhamedit dhe me thonë do të zhduket rënja e muslimanizmit, kështu që degët që janë shpërndara në Abisini dhe në Medinë do të kputën nin nga një dhe nuk do të ketë më islam. Plaku ishte i mençëm. Tha ne do të vrasim, por duhet kemi kujdes. Mos caktojmë një njeri të veçantë të një fisi për të vrarë Muhamedin, sepse atër fisi Kurejsh është shumë i madh edhe do të bën luftë me një pjesëtar të fisit që do të vrajnë Muhamedin. Ne tha duhet të zgjedhim nga një djalë për i të gjitha fisëve këtu në Mekë dhe të gjithë të bëhen bashkë dhe ata të jenë të gjithë vrasës. Kështu pra, fisi Kurejsh nuk do të ketë mundësi të luftoj me gjithë i dhujtarë Mekës. Pra, duhet të zgjedhim nga një djalë, kështu që edhe duhet të zgjedhim edhe ditën, natën kur do të vrasim Muhamedin. U mor vendimi. Muhamedi kishte biseduar me Ebu Bekrin që të përgatiteshin edhe të udhtonin për Medinë. Përgatitjet i kishin bërë, por Muhamedit i erdhi një lajm se kështu, i dhujtarët janë përgatitur që sa më shpejt të ju vrasin. Edhe në mesditë shkoi te Ebu Bekri. Në mesditë Ebu Bekri pak u habet. Si erdhi Muhamedi në mesditë, se pas ka qenë zakon që sidomos me dinë që e gjatë ditës mos të shkojmë për vizitat e njëri tjetri, po shkohet në mbrëmje. Dhe edhe pse u habit ai u gëzu kur e pa Muhamedin. Muhamedi i tha, shiko, na duhet sonte më njëherë të nisemi sepse plani është për të na vrarë. Edhe Ebu Bekri u gëzua, porositi shërbëtorët, porositi që t'i përgatisin 2 deve për udhtim. Edhe Muhamedi u kthy përsëri në shtëpinë e tij ku ishte Aliu. Ja tregoi planin Aliut. I tha Ali, ne do të udhtojmë sonte,
ndërsa ti ke për të kryer edhe disa detyra. Detyra të zakonshme, do të thot, disa borxhe që kishte Muhamedi, disa takime me njerëzit, kështu që he për he duhet të qëndrosh këtu, kurse unë edhe Ebu Bekri do të nisemi. Edhe aja shfërgjoj mramjen, unë isë njerë dhe shkoj të Ebu Bekri, ndërsa Aliu shkoj edhe ushtri në shtratin e Muhamedit. Unë mbulu me mbulojën e Muhamedit. Pra, bia ime, a e she sa e kanë dasht pejgamberin. A e she se Aliu vetëm për ta shpëtuar Muhamedin, ra në shtratin e tij, rrezikoi jetën e tij dhe u mbulu me mbulojën e tij. Edhe ai e dinte se vrasit natën kur të vinë, do të vinë më njëherë në dhomën ku flente Muhamedi dhe natyrisht e dinte se edhe do ta vrasë. Po ai rrezikoi jetën. Pra, sikur shërbëtorët e Muhamedit, sikur të gjithë njerëzit tjerë që kanë rrezikuar, edhe Aliu atë natë rrezikoi. Edhe djemt që ishin përgatit për ta vrarë me shpata Muhamedin, njeri prej tyre që e kishte cak, hyrin dhomën e Muhamedit, po tash ndjente kënaqësi që ta shihte në shtrat edhe ta vrante. Dhe e hoqi mbulojën. E hoqi mbulojën edhe e pa se nuk ishte Muhamedi, po ishte Aliu. Aliu edhe iki me njerë. Kur doli për jashtë, ata djemë tjere pyetën, a e vrave? Tha jo, aty ishte Aliu, prandaj nuk do t'ja arrinim qëllimit po t'a vrasim Aliun, po nena duhet të shikojmë ku mund t'jetë Muhamedi. Kështu pra, Aliu e rrezikoi jetën e tij. Atëherë Muhamedi, Ebu Bekri kishin marrë udhëtimin natën jo drejtim Medinës. Ata udhëtuan drejt Jemenit, që të humnin gjurmë. Se sikur shkonin në drejtimin e Medinës, atëherë do t'i zënin shumë lehtë shtigjet djemë, se ishin vërtet dëshira e tyre ishte që gjithsesi ta vrasin Muhamedin. Mirë po, këta udhëtuan natën edhe shkuan në disa male aty afër Mekës, edhe shefen në një shpellë tuef, quhet ajo shpella. Edhe aty do të thot për një kohë ndenjen, po në shpellë veç arritën afër mëngjesit. Mirë po djemt të cilët vraponin pas Muhamedit, unë gjitën në drejtim të malit, në drejtim të shpellës, dhe pyetën një bari se a mund mos keni parë dy njerëz me deve duke ecur. Një bari tha, me duket tha, se të ajo shpella në altë mund të ketë ndonjë njeri. Atër këta vrapun me njerë të shpella. Njeriu që kishte për detyrë do thot të kërkonte me çdo kusht Muhamedin, kur arriti të shpella pa se Marimanga kishte thurë një rjet shumë të madhe. Edhe dy plumba I kishin bë qerdhet afër aty shkëmbit të shpellës. Edhe ajo kthy, edhe shokët e vet e pyetën, çka ka? Ai tha, unë pash rjetën e Marimangës, tha, dhe m'duket se ajo rjetë e Marimangës është pa lind fare Muhamedi.
aq e trash, aq e madhe dhe aty i pash edhe diploma që këshin e reguluar qerdhen, edhe kështu atë natë ata u këthyn. Ta e këshin dëgjuar bisedën që e bën djemt duke kërkuar Muhamedin. Edhe Ebu Bekri u frigua shumë, edhe dridhej. Muhamedi u afrua për Ebu Bekrit dhe i tha, mendimin e Zotit do të shpëtojmë. Edhe kur morën vesh se ata që i kërkuan po largoheshin, atëherë në sytë e Ebu Bekrit u pan lot gëzimi. Kurse Muhamedi u ngrit dhe ju fal Zotit duke bërë namaz aty në shpellë. Po e shoh bia ime se u bë vonë, po këto tregime nuk kanë sosur, sepse ata kanë ndenjur edhe disa net të tjera në shpellë. Edhe do të tregoj se kush ju ka sjell ushqim, kush ju ka sjell lajmet, por për sonte besoj se mjafton, edhe ne kemi shpresën te Zoti se Muhamedi do të vazhdoj misionin e tij edhe në Medinë. Pra ngritu dhe shko e pusho. Natën e mirë, bia im. Natën e mirë, baba.